Një grup ndërmarrjesh në tregun e grumbullimit dhe shitjes me shumicë të fruta perimeve në qarqet Tiranë, Elbasan, Berat, Fier dhe Korçë rezulton se kanë bashkërenduar çmimet e blerjes gjatë periudhave të sezonit, duke diktuar çmimet në dëm të fermerëve dhe duke aplikuar shtesë mbi kosto shumë të lartë deri në 115%. Në këtë konkluzion ka dalë Autoriteti i Konkurrencës pas një procedure të thelluar hetimore që zgjati gati 2 vite dhe përfshiu monitorimin e tregut, hetimin paraprak dhe hetimin e thelluar. Komisioni i Konkurrencës ka konstatuar se grupi i ndërmarrjeve grumbulluese Omer Fruit ShPK, Nedrete Arapi, Besim Thashi, Morina Group ShPK, Fruit Tuzela ShPK dhe Roland 2012 ShPK kanë bërë një marrëveshje të ndaluar në dëm të fermerëve, e cila në bazë të ligjit cilësohet si shkelje rënd. Për këtë arsye, komisioni ka vendosur gjoba deri në 0.15% të xhiros së vitit financiar paraardhës. Hetimi i thelluar tregoi se disa grumbullues fal fuqisë së tyre negociuese kishin krijuar një situatë ku fermerët shpesh përballeshin me çmime të diktuara dhe të koordinuara, dyert të mbyllura për negocim, varësi të tepruar nga pagblerës, presione për uljen e çmimeve dhe shlyerje të vonuara të pagesave. Vendimi i Autoritetit të Konkurrencës adreson në mënyrë të drejtpërdrejtë këtë problematika dhe forcon pozitat e fermerëve në treg, duke krijuar kushte për çmime më të drejta dhe më transparente, konkurrencë të ndershme mes grumbulluesve, mundësi reale zgjedhjeje për fermerët, pagesa më të sigurta dhe marrëdhënie më të balancuara kontraktuale, frenimin e skemave të koordinuara që dëmtonin të gjithë tregun kombëtar. Komisioni ka urdhëruar 6 ndërmarrje të gjobitura gjithashtu që të afishojnë në mënyrë të dukshme çmimet aktuale të produkteve që grumbullojnë dhe të jenë subjekt monitorimi për 1 vit nga Autoriteti i Konkurrencës. Këto masa synojnë rritjen e transparencës dhe krijimin e një tregu më të drejtë për fermerët. Po ashtu, Komisioni i Konkurrencës ka adresuar institucionet përgjegjëse me rekomandime të rëndësishme për reformimin e tregut, përfshirë minimizimin e informalitetit në gjithë zinxhirët e tregtimit, hartimin e një baze të re ligjore në përputhje me standardet e BE, krijimin e një platforme kombëtare online të çmimeve, bursë agroushqimore, vendosjen e kontratave të detyrueshme